Mirë se vini në podcastin Flas çka du. Sot me mu është një personazh tepër i veçantë përparim Rama, zotëri përparim Rama. Nëse më lejon me të qujt vetëm përparim gjatë muhabetit ose mirë se erdhe në podcastin Flas çka du. Këtu me juve Arlinda. Sot unë mora guximin edhe të thira për arsye se edhe ngjarjet e mia të artëve të cilat i kam bërë gjatë këtyre viteve je kom prezant edhe më ke përcjell krejt shfaqet krejt filmat, videoartët edhe vendosa me të thirrë. Kam pyetje shumë të thjeshta, nuk i kam kështu të komplikume, s'po du me të pyet as për autobuza, as po du me të pyet për kolona, as po du asnjërin, po du me të pyet po du me të pyet për gjëra të jetës të cilat i kemi përjetuar si njerëz. Për shembull, shkumja jote ka qenë si 16 vjeçar që e largu prej shtëpisë, ke shku në Londër në një vend këtë tjetër, të cilin qa ki pa mas pari ndryshim të madh prej këtujt atje, ose çfarë dhimbje ka qenë kur ke qenë aq i ri. Arlinda, faleminderit mas pari për këtë punën që e bën, një punë fantastike. Edhe kam pas nderin me të përcjell, kështu që tyre çdo të mirë edhe në vazhdimin e karrierës. Në aspektin e artit e kulturës, tash edhe me podcast. Po, faleminderit shumë. Sa i përket moshës, kur kam dalë prej Prishtinës, kur kam shku në Londër, kam qenë 16 vjeçar, në vitet e 90-a, 92 faktikisht ka qenë viti. Kanë qenë vitet vështira atëherë këtu në Prishtinë, në Kosovë, për gjithë popullin tonë. Ka qenë një kohë kur edhe kemi qenë shumë të izoluar, kemi qenë të diskriminuar, nuk kemi pas faktikisht të drejta këtu, as të shprehjes, as kemi qenë të pasigurt edhe kur kemi dalë prej okupimit sërb faktikisht atëherë prej policisë që s'kanë qenë polici, kanë qenë hajna të veshun me uniformat policisë, hajna të Serbisë me uniformat policisë, duke na keq trajtu këtu në Prishtinë, në gjithë Kosovën faktikisht. Kështu që kur kam shku në Londër në vitin 92, më mend me 8 korrekt vitit 92, ajo impresioni i parë ka qenë arkitektura që nuk e kam prit diçka si New Yorku, si Amerika, se sa qysh është Britania, me shtëpia, shumë shtëpia të vogla në Panaon. Ai ka qenë ashtu impakti i parë që ka qenë ndryshe prej çka kam prit. Po aspekti tjetër është që për herë të parë atje kam një veten të lirë, të sigurt, edhe pse kam qenë vetëm 16 vjeçar. Atë ka ro këtu me dalë për shembull që ka qenë mes nata në atë kohë kurizi që ka ndalë të rritë në atë kohë, atë e ke përjetu pak a shumë qatë periudhë? Po, që aty rritë kurizi gjithsesi si 14 vjeçar, 15 vjeçar, 16 vjeçar, kurizi ka qenë vendi ku kemi dalë ma shumti, po masanej patën fillu ato racia, ju theshim me raci, ku i mbyllshin 2 hymjet, këta policia sërbe, edhe i kontrolleshin, i vjedhshin, i rreshin, edhe rinin shqiptare, rinin ton, edhe ka qenë po them një periudhë shumë e vështirë për gjithë vendin ton. Kështu që me sado që unë kam qenë i ri, 16 vjeçar, kur kam shku në Londër, kam një veten sigurt, sepse ato vojtjet që kemi pas këtu si popull në tanësi, që i kanë mbyll shkollat, që i kanë qitë prind tanë prej punës, edhe që kemi pas probleme edhe financiare me majt veten atëherë, edhe këtu kanë qenë ndoshta një problem shumë më i madh se sa me qenë 16 vjeçar në Londër. 16 vjeçar në Londër, me njerë fillova me ly punë, me mundu me gjetë punë dikun, me lane e ena, me fshia, me çapëdion e çka do që kemi mujt me gjetë. Fillimisht me ja u kthy ato paret 3.000 marka baba që i pat marrë bërsh veç me më qumu atje, me ja kthy që ato, e masanej edhe me ju qumu me ju një mu, se s'kan pas ka me i marrë këto pare. Po ajo, po them, ka qenë një sfidë interesante për mu, se për herë të parë kom fillu me punu, kështu ta mën 8 orë, 10 orë, 12 orë, 14 orë, mojnë men, natën bar Italia, atje ka qenë i farë
një farë bari, se kom ditë që rinë njerës qytë ashtu, dhe i vonë, Dhe i dhe vonë, në 3 mëngjesit, 4, 5, 6, po. eksperiencë interesante për mu. Po i ke Kom taku mësu tani shumë. mas ne edhe tjerë njerëz të Prishtinës që kanë shku në Londër në ato vite, Po, i keni pas një ekip, do e njerëz që mojnë men, unë kur kom shku në të dytën, atëherë kanë qenë veç 50. 50 vjet. 50 vetë kanë qenë. Po masanej, Po, ja pa të nisë me ardhë me aeroplanat tonë atëherë në shtator, për shembull kom shku në Korrik. Ato 2 muaj të flet që po dojnë me mbyll kufit edhe viza, me qit viza edhe për atëherë kemi pas pasaportat të Jugosllavisë, po, edhe me po, qit po. viza edhe për Jugoslav për shkak të problemeve që patën fillu atëherë prej Slovenisë në Kroaci, domethënë që filloi lufta Bosnia. faktikisht. Edhe u flet keq që po qesin vizat, kështu që numër të madh të njerëzve patën fillu me ardh që atëherë gusht, shtator, tetor, nëntor, derisa dhe i qitën vizat, kështu që filloi me u Mori. mbush numri i Prishtinalive, se në aso kohë konë interesant, Londër kanë ardhur më shumë Prishtinës se Prishtinës. prej tjera vendeve, sepse kanë ardhur për me u eduku, me ardhur me shku në shkolla, ndërsa të tjerë që kanë dorë veç me punu, më shumë kanë shku në Gjermani, në Zvicër, Po, 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 edhe kështu që ka pas ma shumë Prishtinali në Londër se sa që ata se thojnë diqysh që është Londra, Po. është i vetmi vend që një është pak si ma shumë si në Prishtinë, edhe kur shkesh atje nuk e një që atë ndjenjën e gurbetit se ka shumë njerëz që janë për rreth, që e kanë kalu sfidat e njëjta. Realisht ty ke përjetu edhe lufta në Kosovë kur është bo, mas nej ti ke qenë atje si i ri në unë kam lexu diçka, e kam bo një ulëm tim të vogël edhe telefonata që të ka ardhur prej kufinit Maqedonisë, kur kanë mri familja në Maqedoni dhe të ka lajmëru motra. Po, kjo ka qenë masanej mas 7 vjete, në vitin 1999, kur unë veç e pata kryat part 1 të arkitekturës, fakultetin e arkitekturës, pjesën e parë, të fakultetit e arkitekturës, ku pata shku me bo eksperiencë punë në New York. Po. Edhe kur shkova në New York me 23 mars në vitin 1999, nesërmen, me 24 mars fillun bombardimet e NATO-s në Beograd. Edhe normal 98-99 që e dim Kosovë ka qenë periudhë shumë e vështirë për krejt vendin, ku ka pas luft tamam frontale në pjesë të ndryshme të Kosovës. Edhe kur fillun bombardimet, atëherë edhe për 1-2 muaj ditë kom pas pamundësi me ra në kontakt me familjen, me motrat, i kom 3 motra, babën e nanën e kom pas atëherë edhe babën, tash se kom ma, po kështu që ka qenë një periudhë e vështirë kur unë faktikisht për kundër faktit që e pata punën si arkitekt e lash, dhe fillova me u marrë me Kosova Relief Fund atëherë, ka qenë Bruno Selimaj, një shqiptar amerikan, atë dhe dashës i madh, që mbylli restoranin e vetë në Manhattan, një qira super të madhe, po e mbylli dhe hapi si zyre për me ndihmu çështjes shqiptarëve në Kosovë, ku edhe aty unë fillova bëheshim kësi grafika, Stop the Killing, pamfleta, dilshim bëshim demonstrata, organizojshim evente për me ngrit fonde, për me ndihmu edhe refugjatëve që masanej vishin në Amerikë, edhe masanej fillova me punu edhe me IRC, International Rescue Committee, me refugjatë tamam drejt për drejt. Po gjatë asaj periudhe po them ku s'kam qenë kontakt me familje, edhe fillon pak ndjenja fillon pak me dalë jashtë normales. S'munësh me fjetë, çka ka ndodhur dhe sa ne kështu. Ku janë ata? Po dhe fillon me mendu, atëherë fillon çfarë ashtu rëndësie ka jeta kur ti njerëz më të afërt tu, familjen nuk e ki aty as nuk e din çka u bë, edhe mendon normal me shku me luftu. Ose me bë, domethënë çka do që mundesh veç me qenë me kshyrë me gjetë çka ka ndodhur. Për fat të mirë po them as 2 muajve që se kom ditë çka ka ndodhur dhe kom marrë po një telefonat prej motrës time Arjetës, më kanë treguar që kanë dalë në Maqedoni
ku masane nëpërmjet International Rescue Committee, IRC, kom mujt me i pru në Amerikë, prej Okej. Maqedonisë, edhe për herë të parë mas 9 vjete, Au. sa për bjen jo mas 7 vjete, 99-ën, 92-ën, mas 7 vjete, jemi bo bashk, kështu Jeni taku jemi qysh. taku. Jemi taku edhe gjatë bombardimeve kemi qenë të gjithë bashkë në New York, po sa po kam përfundu bombardimet edhe ka hi forcat e NATO-s në Familja. Kosovë, prind janë kthy me një herë, motrat, masa e njona prej motrave këty tash ende i kam dy motra që jetojnë në New York. Prej atëherë. Po, prej atëherë. Majlinda dhe Arieta jetojnë, Luljeta është kthy moti. E tash ti mas ne u kthive në Londër, realisht. Po, unë atëherë se masane pas shlirimit të Kosovës, unë ju ktheva arkitekturës në New York, kom punu atje ma shumë se 2 vite, një eksperiencë fantastike, masane pas 2 viteve u ktheva në Londër me vazhdu studimet postdiplomike dhe magjistraturën edhe në Londër. Dhe kam vazhdu jetën në Londër, masane. Po më duket je i vetmi i cili e ki edhe një dashni të madhe se arkitektura është art, realisht edhe është arti i dytë, sa e di unë se i treti, si rënditje që bëhen si arte, kështu që e ki një botë të mranshme tepër të përmbushur me art edhe një tash sa munësh si kryetari i komunës me pas qatë përmbushje artistike mbrana vetës derisa tek tash mirë është të nkuhen me punë qysh me ndërtu edhe qysh e sheti si art Prishtina, ose si film Prishtina, si... Unë mendoj që çdo gjë është art faktikisht. Çdo gjë që bëjmë është art. Çdo gjë që bëjmë nëse bëjmë me shpirt, me dashni, atëherë e ka elementin artistik të përmbushjes. Edhe nëse, if you question, nëse gjithmonë ashtu hulumton, nëse mundohesh me kuptu çdo pjesë të jetës thelbin, në mënyrë ma të thellë, në mënyrë thelbësore, zbulojnë gjona të reja ton kohën, edhe ky procesi i zbulimit të gjonave të reja është një proces interesant që masanej me ndërthur për me kriju vlerë. Në aspektin e krijimit të vlerës si kryetari i kryeqytetit tash, ke mundësinë më të madhe, ke përgjegjësi shumë të mëdha, po ke edhe mundësi të mëdha për me ndru, me përmirësu jetën e qytetarëve, edhe me stimulu për me kriju jetë më të mirë të kohën për secilën sferë, për secilën demografi në kryeqytet. Për këtë arsye po them e shoh potencial shumë të madh për kryeqytetin, për transformimin e kryeqytetit në një kryeqytet me një karakter unik në botë, dhe qytetet duhet me pas të zhvillu me artin edhe kulturën, se aty është shpirti i qytetit. Po realisht ne kemi tash për momentin teatri kombëtar i Kosovës është në një vend tepër të rëndë dhe me një vend që nuk është teatr, edhe pritet që me u bo teatri i të kombëtar, mas një teatrin e qytetit që Dodona, edhe një që është Oda. A është e parapome ose e mundshme që qyteti me pas edhe ma shumë teatra, se s'ka teatr alternativ, s'ka komedis, nuk ka shumë zhandre të cilat me i nda zhandret realisht, që me pas një mundësi artistat ma shumë. Për fat mirë, Prishtina po zhvillohet shumë. Kemi zhvillim të hofshëm në gjitha pjesët e kryeqytetit, edhe përkundër faktit që Kosova në përgjithësi është zvoglu me numër të banorëve, Prishtina është rrit. Edhe si rezultat neve duhet me kriju sa ma shumë hapësina për art, për kulturë. To 4 vitet e fundit kemi investu shumë për me kthy hapësina të ndryshme, për shembull bunkerat e Ulpjanës, që tash i kemi transformu në art e kulturë, shtëpinë e modrave Gërmia, tash e kemi në Reporting House, Deep Space, që kemi bo që tash është faktikisht një teknologjia më e avancuar në botë, edhe për artist, për me gjetë mënyra të reja për me u shpreh, edhe me shfrytzu këtë hapësinë për me kriju gjëra të reja, edhe me
augmented reality, virtual reality, artificial intelligence dhe gjitha këto forma ekspresive të reja që tash munden me pas në kryeqytet. Jemi ndër 6 qytete në botë që e kanë këtë teknologji, ne e kemi, si rezultat të një bashkëpunimi të mirëfillt me qytetin e Linzit në Austri. Po edhe përkundër tyne jemi duke zhvillu Tulltoren për shembull, një hapësinë për arte dhe teknologji tash nxu në vendin e parë në Evropë për arkitekturë ambientale. Ku edhe kemi edhe investitorët privat që janë të interesuar tash me shty proceset përpara, ku 40% e hapësirave ka me u shfrytzu për arte dhe teknologji. Po ashtu bashkëpunimet me organizata të ndryshme, me Fem Art për shembull, ku edhe ju kemi dhënë hapësinën të stacionit trenit për me transformu atë vend për një galeri, teatr, feminist. Po teatr për me prezantu çfarëdo që i vjen komuniteteve, bashkëpunime të ndryshme. Edhe normal kemi investu në Dodon, kemi bashkëpunu edhe me Ministrinë e Kulturës për me ia dhënë hapësinën në Pallat të Rinisë derisa të rivitalizohet teatri i kryeqytetit, po ashtu kemi investu për me transformu gjithë këtë gërmin edhe me shtu sallën koncertale tash me Kengo Kuma, me arkitektin e mirënjohur botror, ku ne si kryeqytet faktikisht i kemi shty proceset përpara për shkak që kemi qenë në masa së aksione, sepse kemi pas edhe të dedikuar 20 milion prej fondeve të në Bashkimit Evropian për me ndërtu këtë pjesë. Besoj që shumë shpejt edhe kemi me pas mundësi tash me i tërhiq ato fonde dhe me vazhdu transformimin e ndërtesës të gërmisë në një vend të artit e kulturës, pra edhe muzeun e artit e kulturës aty edhe sallën koncertale mrapa. Edhin po ashtu që tash edhe në Pallat të Rinisë e kthym galerinë e kryeqytetit, atëherë ka qenë thirrur galeria kombëtare, masanej është transformu në një shitore të kpucave. Pas një bete, po them, gati 4 vjeçare, kemi mri me shliruat hapsin, me i hek, me i thirë uzurpatorët faktikisht, edhe pse kam pagu qëra, po ai vend e ka një pikë shumë të rëndësishme në kulturën, në traditën e kryeqytetit. Elida si ambultore e ngjitur me galerin, aty është një vend ku unë faktikisht jam rrit ku ekspozitat kujtohet. Ka qenë vendi i parë, jo vetëm Prishtinë, po në Kosovë që ju ka mundësu hapësinë për artist me ekspozu punën e tyne, me i taku njerëz e kryeqytetit e gjithë Kosovës, me artin, me kulturën. Ajo ka qenë faktikisht zanafilla e krijimtarisë të artit Kosovës në përgjithësi, ku kom pas fat, po them, baba jem ka qenë profesor edhe piktor, profesor, po ka qenë dekan në Akademinë e Arteve, profesor në Akademinë e Arteve i artit, i Nudos. Që pas në ditë. Kështu që edhe tash kjo hapësinë, po them, ka qenë aty ku ka fillu çdo gjë në kryeqytetin në gjithë Kosovën, edhe ka qenë me rëndësi shumë të madhe që me e kthy këto, me ja kthy Prishtinë. Realisht ku kanë kthy shumë objekte, janë bërë shumë punë të cilat mas pari është çto që ke lagja që tu ku jemi na. Pastaj Ulpiana, edheni që kemi kthy aty, kemi edhe ka drita ma shumë, ka shumë ma shumë drita në gjitha anët, edhe qyteti u zdrit, u bo tepër, edhe s'po kit njëjtën frikë që ke pas para shumë kohës kur ke hina për lagje. S'ka lagje që s'ka dritë edhe që s'është e ndritshme, edhe që nuk e kini farfrike, shirë që është një qytet që po vjen të u bo shumë, edhe ma i bukur, edhe ma... Po ja kthejmë shpirtin, po ja kthejmë energjinë, kemi pas manifesta bienale vitin 2022, ku edhe ajo është, na ka ndihmu për me kriju Prishtinën si një platformë për artistët tonë, që me ndërlidh me botën, me artin, me sferën globale, ku tash një numër i madh i tyre që kanë marrë pjesë dhe ekspozojnë në për galeri botërore si rezultat i atij eventi,
që kemi tregu që arti dhe kultura, domethënë nuk janë diçka që janë kushtojnë ose janë harxhim, janë investim. Domethënë kur investon ki edhe kthim, se edhe veç me vetë manifestin për çdo euro që kemi investu, 4 euro gjys janë kthy. Edhe kemi stimulu edhe transformimin e ndërtesave të ndryshme, për shembull tash edhe Grandi që ka qenë ashtu i lënë në Azh, tash ka hika u bë me objekte. Tash po përdoret për art, për kulturë, për performanca, për gjëra të ndryshme, derisa të transformohet në diçka të fundit. Po them në gjitha pjesët e kryeqytetit, Ulpjana për shembull, ajo parti i artistëve që kemi investuar aty është bo fantazi. Fantazi u bo si një lagje artista, piktorët, me mujt me najt, me komuniku mes njëri tjetrit. Përbjen që arti i bashkan shpirtat, edhe i bashkan njerëzit, edhe i bashkan kulturat mes veti, dhe aty duhet mu bo një lloj investime që me mujt na dhe me pas një mendje të hapun edhe me mujt me u taku me njerëz që mirën me këtë punë edhe jashtë këtujt, e jo gjithmonë me menu që jemi të mbyllën, edhe mas me pas qatë ndjenën e para 25 vjete, të cilën e ke pas ti, që se ke pas një liri të shpirtit, edhe mos me na u kthy mo që aja ndjen, edhe me luftu për mos me na u kthy mo që aja ndjen. Pikërisht, edhe lufta për me kthy edhe hapësinat publike për qytetarët. është edhe armata kemi pas të okupume, armata o hin funksion. Kemi pas të okupume hapësinat publike, domethënë edhe prej kerreve, prej ashtu intervenimeve jo ligjore, ndërtesave ilegale e tjera dhe jemi në pastrim e sipër, po ashtu edhe po e zgjerojmë sheshin, e dini që tash kemi deri te katedralja, pastaj do të shkojmë deri te posta, pas postës deri te rrethi i Flamurit, me kriju një sferë të tonë të hapësirave publike për qytetarë që përveç që kanë një jetë ma të sigurt, domethënë një hapësina të sigurta për gjithat demografit, prej fëmijëve deri te moshuarve, me pas edhe mundësi për aktivitete të ndryshme, për evente të ndryshme. E ke pa që para 2 vitesh, vjet faktikisht, ne patëm si ishim në Reuters, në këto gazetat botërore dhe mediat botërore për tregun ndër tregjet më të mira të fundvitit në region. Po, edhe kena një popullat goxha të re që mujna me investu në ta, jo njerëz. Çka po menon për këtë punën e AI-t, për shembull për TikTok-un, për Instagram-in, për Facebook-in, për këto që po hinë si media të reja, të cilat janë më të shpejta dhe më të fuqishme drejt njerëzve të ri, të cilët e këshyrin TikTok-in me një tek, me një A është e rrezikshme apo është që ma bombastike, ma e shpejt, ma është e shpejt, është bombastike, është këtu, është realitet, është e rrezikshme në aspektin e mendor, e shëndetit psiqik, do thonë dihet që është e rrezikshme dhe nuk është e shëndosh, për këtë edhe si shoqëri duhet me pas parasysh çfarë impakti ka media sociale në fëmijët tonë, mas pari, në rinin tonë, edhe me ofru alternativa tjera të cilat i ndërlidhin fëmijët tonë me hapësirë publike, fizike, me ndërlidh edhe me sport, me arte, me kulturë, me gjona që ata janë më aktiv edhe fizikisht edhe psiqikisht, që nuk e kanë ndjenjen ose nevojën për me qenë vetëm në TikTok ose po edhe me shfrytzu edhe kapacitetin e mediave sociale për me shëru nevojën apo me përdor në mënyrë të shëndetshme për me zhvillu shoqërinë. Pra duhet me kuptu në thelb të mirat edhe të këqijat. Këshillat cilat po na jep. Çka nëse kishim bu ndaj farë investime që me mujt mja bu të fëmijëve, për shembull me fol shqip ato figurat edhe mi u japni edhe mi u dhoni buxhet artistave me punu me media TikTok-ut që me ndru qatë algoritmin që me mujtë fëmija me po diçka shumë edukative dhe mos me po veç shajtën, veç bërtimave që sanat të cilat janë shumë të dëmshme edhe për neve sot që edhe nëse e këshyri të msha dikush non-stop është një farë denigrimi i personalitetit edhe rënimi jo po do kështu, jo po do kështu ashtu. Kështu që me ndru, me fillu me dhomë, për shembull edhe na i buxhet për online, pse jo? Edhe për me pas. Ne faktikisht mirë që po e përmend këtë, para 2 dite vetëm kemi fillu së bashku me ambasadën e Finlandës edhe me ambasadën e Suedisë, edukimin për media sociale
për fëmijët tonë nëpër shkolla. Edhe për fëmijët edhe për arsimtarët, sepse duhet me kuptu çfarë impakti ka media sociale në psiqikën e fëmijëve tonë. Po ashtu normal edhe të mësimdhënësve, duke pas parasysh që impakti është shumë i madh, dhe impakti zakonisht është negativ. Qysh me ju kundërvy apo qysh me shfrytzu në aspekt pozitiv, ose qysh me qenë të sigurt edhe në këto hapësirat virtuale nëpër media sociale, dhe fëmijët tonë qysh me u mbrojt prej asaj që po ndodh. Prej kësaj që ndodh, do të qysh me kuptu, në çfarë niveli me kuptu, që mos me pas impakt negativ në mendjen e tyne. Kjo është po shumë e rëndësishme, për këtë arsye është investim i duhur nëse bëjmë diçka të tillë si shoqëri për me kriju një mburoj për Mi ndihmu për shkak se këta çdo emision pi marrin piqesin në TikTok, edhe në çdo pjesë ose po shohësh ose po fyesh ose po ofendohesh ose edhe fëmijët kanë filluar dhe ata me kuptu që ofendimi është një diçka këtë normal, edhe mas ne janë shtypët emocionale ty në edhe sa zhvillohet ai fëmijë kur njihet non stop i kërcënuar prej ofendimeve dhe kritika mas nena nuk është e bukur për ta, edhe na si shoqëni jemi shumë agresiv ndaj kritikës. Sa herë të thot dikush diçka ty e kap shumë se çajo është e shtypja që tu ka bëu në ndër vite prej ofendimeve. Kështu që nëse bëhet ndaj TikTok i lezetshëm për fëmijë ose me lodra ose me diçka që lidhet si puzzle, nuk ish duk shumë i keq për ta. Për çato edhe shumë kam qef me fol edhe për shërimet që jetë me shku te psikologu, sa i duhet njerëzve për me shku me pas një farë mendimi që nuk është, këtë është normal me shku mund trajtu të një psikolog edhe të një psikologe, ose i rritu nëse i vogël, ose që është që mësë më qujti që me mdën që ai njeri që shkon të psikologu. Kështu që... Absolutisht, truni i njeriut është edhe sikur pjesë tjera të trupit, nëse lëndohet muskuli, duhet me shku me shëru, nëse lëndohet ashti, duhet me shku me shëru, në organ duhet me shku te mjeku me shëru, njëjtë është edhe truni. Kështu që psikologët janë mëse të nevojshëm, edhe ne duhet edhe në për shkolla me rrit numrin e psikologëve, kështu që unë kam kërku vazhdimisht edhe prej nivelit qendror me na leju një numër më të madh të psikologëve që me qenë të qasshëm në për gjitha shkollat tona për me qenë aty për fëmijët tonë. Sepse po them kjo rritja e mediave sociale dhe impakti i tyre në shoqërinë tonë është shumë i madh. Edhe impakti në fëmijët tonë është shumë i madh që ende nuk e dim faktikisht si me menaxhu këtë proces në këtë kohë. Mundet me qenë shumë i dëmshëm nëse nuk e menaxhojmë në mënyrën më të mirë të duhur. Pra ne duhet me investu shumë në edukimin e fëmijëve tonë, që në ndërlishmëri me realitetin sot, për me mësu si me i përballu apo si me i përdor për me kriju vetbesim shtesë më të madh fëmijët tonë, që me ju përball këtyne gjanave të cilat me thonë që po, këto janë aty, por nuk janë të ndërlidhura me ty. Nëse dikush thot ty që ti je i keq, nuk do me thonë që ti je i keq. E për me njoft kush je ti vet, duhesh me njoft veten edhe me punu me veten edhe si punon me veten. Pastaj kjo është edhe një ndërlidhje, po them, mënyra në sistemit tonë të edukimit, si ne mësojmë fëmijët me ngritat vetbesim, me pas vetbesimin, pra jo egon, po vetbesimin. Edhe me qenë empatik ndaj njëri tjetrit, me qenë, domethënë, me kriju, me përdor ndoshta elementet negative për me transformu në pozitivitet, në një zhvillim pozitiv. Ose mi ngu ma shumë se për shembull unë e kam vrejt që nëse të ngon dikush edhe e ka vëmendjen të te edhe te forma që shpo fol edhe çka thritet një farë lloj vetbesimi, thritet një kuptim. Realisht na kur të dim me ndëgju, na edhe ndëgjome prej të tjerëve. Se që ajo zhurma që na pe kemi në për TikTok, zhurma në për rrugë, zhurma në për hapësina publike, në për gjithë shka, për na krijon një pasiguri, e atër përveç edukimit kërkush tjetër nuk mundet me ndëru që të sistem të mendumit. Po më pëlqen që e kemi pas një mohabet pa fol për gjona të cilat kemi fol tamam si njerëz, edhe për mos me të marrë shumë kohë se ti du shumë je ma i limituar prej kohës, se kisha përmbyll me një falënderim shumë të madh
që ndove kohën edhe erdhe me u bashkangjit në podcastin Flas çka du. Kënaqësi e vërtet. Faleminderit shumë Arlinda. Jeni shumë ashtu të mirë se ardhur, edhe herën tjetër me mftu për tema të ndryshme, Faleminderit shumë. të cilat hyjnë në punë për shoqërinë tonë, për ngritjen e shoqërisë tonë përgjithësi. Ndoshta veç me ndërlidh shpejt në aspektin e TikTokut edhe sa shpejt na i këshyrim informatat. Pikërisht kjo e ka atë impaktin negativ në fëmijët tonë sepse nuk fokusohen. Nëse ti ndëgjon veç me e kthy me njerë përgjigjen, po nuk e përmbledh atë kuptimin e çka dikush po don me thonë edhe me ndërlidh në një ashtu në mendim më të thellë, atëherë edhe është një farë humbje kohë se nuk mëson ose krijohet një zhurmë tjetër Në fakt edhe më shpejt është jeta në TikTok se sa jashtë edhe ma nejtë kër ballafaqosh jeta o të shku shumë ka dalë edhe që aty vjen depresioni. Për këtë edhe fëmijët tonë, unë për veti meditoj, meditim transcendental meditation. Edhe ajo ma mundson faktikisht me qenë ma i përmbushun, ma i fokusum, ma kreativ, ma inovativ, edhe me menaxhu stresin. Çfarë do stresi që të vjen e menaxhon në mënyrë më të mirë mundën se e din që stresi shkaktohet prej trunit. Ti nëse mediton, shkon përtej mendimit, je në qetësi, e din që ajo energjia që nuk harxhohet vetëm në mendime të kota, transferohet në rivitalizimin e trupit edhe atë ndjenjen që e përmbushjes shpirtënore. E kjo është me rëndësi me gjetë fëmijët tonë, këto mundesh me gjetë nëpërmjet sportit, nëpërmjet artit, kulturës, kreativitetit, nëpërmjet religionit, nëpërmjet meditimit, nëpërmjet gjanave të ndryshme, po kryesorja është me pas një hapësi, një mundësi, një teknik, një diçka ku ti ki kohë për veten tënde, me u taku me veten që thojnë, edhe me u relaksu, me u qetësu, me ngrit atë qetësinë shpirtënore, përmbushjen shpirtënore e masanej s'ka që të nalë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për